Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte thotë se ka folur me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump mbi situatën në Greenland të Arktik. Në një postim në X pas bisedës me Trump, Rutte shkruajt: "Ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë dhe mezi pres të shoh atë në Davos më vonë gjatë kësaj jave." Trump do të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës më vonë gjatë javës, ashtu si dhe udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Hollandës dhe Finlandës. Kryeministria e Danimarkës, Mette Frederiksen, thotë se Europa nuk do të shantazhohet, ndërsa ajo dhe udhëheqës të tjerë europian vazhdojnë të peshojnë përgjigjen e tyre ndaj kërcënimeve të tarifave të presidentit Donald Trump për shkak të Greenlandës, ka raportuar BBC. Trump thotë se do të vendos taksa të reja për 8 aleat të Shteteve të Bashkuara, Danimarkën, Finlandën, Francën, Gjermaninë, Hollandën, Norvegjinë, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar në shkurt nëse ata kundërshtojnë marrjen e propozuar të territorit autonom danez nga ana e tij. Ai këmbgul se Grenlanda është kritike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe nuk e ka përjashtuar marrjen e saj me forcë, një veprim që ka tërhequr kritika të gjëra. Vendet e kërcënuara me tarifa tani kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke thënë se plani Trumpit rrezikon një spirale të rrezikshme në rënje. Kërcënimet e tarifave dëmtojnë marrëdhënie transatlantike, thanë ata, duke përsëritur se qëndrojnë në solidaritet plot me Mbretërinë e Danimarkës dhe popullin e Greenlandës. Vendet theksuan se janë të përkushtuar për forcimin e sigurisë së Arktikut si një interes i përbashkët transatlantik, si antar të Aleancës Ushtarake të NATO-s. Ne jemi të gatshëm të angazhohemi në një dialog të bazuar në parimet e sovranitetit dhe integritetit territorial, të cilat i mbështesin fort, thuhet në deklaratë. Veçmas Frederiksen shkroi në Facebook se ne duam të bashkëpunojmë dhe nuk jemi nga ata që kërkojnë konflikt. Jam e lumtur që mesazhet e vazhdueshme nga pjesa tjetër e kontinentit europian që Europa nuk mund dhe nuk duhet të shantazhohet. Është edhe më e rëndësishme që ne të qëndrojmë të vendosur në vlerat themelore që krijuan komunitetin europian, ndërsa kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Sir Keir Starmer tha se kishte pasur telefonata të dielën me Frederiksen, si dhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte përpara se të fliste me Trump. Një zëdhënës i zyrës së Starmer tha se ai kishte përsëritur qëndrimin e tij se siguria e Greenlandës ishte një përparësi për të gjithë anëtarët e NATO-s. Ai tha gjithashtu se zbatimi i tarifave ndaj aleatëve për të ndjekur sigurinë kolektive të aleatëve të NATO-s është i gabuar, shtoi zëdhënësja.